I nderuarat Nikola, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Apostulli Pavli I shkruan Romakëve, por na shkruan dhe ne krishterëve në çdo kohë. Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga fryma e Perëndis janë bijtë e Perëndis. Çfarë kuptimi kanë këto fjalë? Çon Johan Gojarti thekson se të qenit biri I Perëndis nuk është vetëm një titull, por është një mënyrë jetese, kur fryma e shenjtë qëndron tek ne pa na detyruar dhe na udhëheq lirshëm me bindje. Por kur e morëm frymën e shenjtë ne? Frymën e shenjtë e morëm mbasi u pagëzuam. Në kishën tonë ortodokse kryen dy mistere në një shërbes. Është misteri I pagëzimit, ku na falen mëkati I trashëguar dhe mëkatet personale, pastrohemi, ndriçohemi, shenjtërohemi, bëhemi si një enë e pastër dhe pastaj marrim një tjetër mister, atë të mirosjes, ku shpirti I shenjtë zbret mbi ne, si zbriti mbi Krishtin si një pëllum, ose tek apostujt me fuqi si flak zjarri. Ky shpirti I shenjtë që qëndron tek ne, që është shpirti I Atit, është shpirti I Birit, ky shpirti I shenjtë është ai që na bën neve krishtër, na krezmon dhe na adapton, na bën bijë të Perëndis. Prandaj apostulli vazhdon dhe thot: Juve, thot, nuk morët frymë skllavërie që të keni përsëri frikë, por të morën frymën e birësimit, me anë të cilës thrasim Abba o Atë. Pra, apostulli Pavli ka këtu parasysh dhjetën e vjetër. Dhjata e vjetër kishte ligjin e Mojsiut. Ligji I Mojsiut ishte dhënë popullit Izraelit që duhet ta zbatonte, sepse nëse nuk zbatoi ligjin kishte vdekje, në shpirt e në trup. Pra ishte një periudhë frike, ndëshkimi, bindje nga detyrimi. Por, kur erdhi shpirti I shenjtë që na I dërgoi Krishti prej Atit, atëre dashuria e Atit zbriti tek neve. Dhe neve u bashkuam me Perëndin në Krishtin, dhe kështu morëm shpirtin e shenjtë, shpirti që prehet te Krishti. Dhe prandaj ky shpirt I shenjtë, si thash, na bëri bijtë adaptuar, dhe ky shpirt I shenjtë qëndron tek neve, brenda nesh, dhe thërret bashkë me frymën tonë, Ati ynë. Pra, të dashur të krishterë, shikoni se sa shumë na ka vlerësuar ne të krishterëve Perëndia. Pra, Perëndia nuk na ka bërë shërbëtor, as klevër, siç I shikojmë në disa fe të tjera, marrëdhënia e njeriu me Zotin. Por në krishterim, vetëm në krishterim dhe sidomos në krishterimin ortodoks, neve jemi bij Perëndie në frymë, sepse kemi marrë frymën e shenjtë. Pra, Shënqëlliri Aleksandris na thot, fryma na bën pjesëtar të natyrës së birit sipas hirit. Isu Krishti është biri I Perëndis nga natyra, edhe biri I njeriut. Por neve duke u bashkuar me natyrën njerëzore të Krishtit, nëpërmjet pagëzimit bashkohemi nëpërmjet Krishtit edhe me Atin, jo nga natyra, sepse askush nuk mund bashkohet nga natyra me Perëndin, sepse Perëndia është një esencë hyjnore që nuk bashkohet dot me asnjë krijesë, siç është dhe njeriu, por ne bashkohemi nga energjitë. Dhe këto energji të shpirtit të shenjtë neve na bëjnë bij Perëndisë sipas hirit. Një herë ishin dy njerëz duke biseduar. Njëri ishte një I krishter dhe tjetri ishte jo I krishter. Ai jo I krishteri I thotë këtij të krishterit: Po pse juve të krishterët e quani gjithmonë veten bij Perëndie? Dhe pse thoni që neve trashëgojmë mbretërinë e Perëndisë? Atëre ky I krishteri I tha: O mik, a ke shërbëtor? Kam, I thaj. A të bindet shërbëtori? Më bindet. Po djalë ke? Kam, tha. A të bindet djali? Herë më bindet, herë s'më bindet.
Po mirë, i thot ky krishteri, kur ti të largohesh nga ky jetë, ku do t'ja lësh shtëpinë, trashëgimin? Patjetër që do t'ja lë birit. Ja pra, o miku im, ku është ndryshimi im nga ty. Unë jam i krishter, nuk do të thotë se jam më i mirë se ty, por do të thotë se unë duke u bashkuar me Krishtin dhe me Krishtin me Perëndin, jam bërë një bir i adaptuar i Perëndis. Prandaj bit e trashëgojnë mbretërinë e Perëndis, jo shërbëtorët, jo sklevërit. Kjo është arsyeja që apostulli Pavli na thot përsëri. Dhe nëse jemi bi, jemi dhe trashëgimtar të Perëndis dhe bashkë trashëgimtar me Krishtin, nëse vuajmë bashkë me të, që dhe të përlëvdojmë bashkë me të. Le të ndalojmë dhe këtu pak. Pra, çdo thot të vuash bashkë me Krishtin. Nuk do të thot vetëm të martirizohesh, të japësh gjakun, siç i kemi martirët. Por të vuash bashkë me Krishtin do të thot të luftosh me veten tënde, me egoizmin tënd, me pasionet e tua, me frymën e botës dhe të fitosh me Krishtin. Jeta e krishterë nuk është një jetë e lehtë. Ai që mendon se është i krishterë dhe mendon se do kaloj jetën lehtë, gabohet. Krishti nuk i tha këto fjalë. Krishti tha kush do të vinë mbas meje të mohojë veten, të marrë kryqin e të më ndjek pas. Krishti tha, esni nga rruga e ngushtë dhe e përpjet, shumë do dëshirojnë, pak do të arrijnë. Prandaj rruga e Krishtit ishte një rrugë drejt Golgothas. Mbas kryqëzimit dhe varrimit erdhi ngjallja. Edhe rruga jonë si të krishterë është një rrugë e vështirë, e përpjet, e ngushtë, vetë mohuese. Por Krishti është i pari që e bëri këtë rrugë, jo për vete, po për ne. Edhe neve e bëjmë bashkë me Krishtin këtë rrugë për shpëtimin tonë, që duke vuajtur në këtë jetë, të jemi bashkë trashëgimtar me Krishtin në mbretërinë e qiejve. Vazhdojmë të lexojmë dhe fjalët e fundit që tha apostulli Pavli për sot. Unë mendoj se vuajtjet e kësaj kohe së tanishme nuk mund të krahasohen me lavdin që do të zbulohet tek neve. Pra, neve vuajmë në këtë jetë. Madje ne të krishterë ndonjëherë vuajmë më shumë se njerëzit e botës. Duket një paradoks se ne jetojmë me dëshmëri, me virtut, me besim, po prapë vuajmë. Vuajmë sepse kemi shumë armiq. I pari armik është vetja jonë e vjetër. I dyti armik është djalli dhe demonët që na luftojnë gjithmonë. I treti armik është fryma e botës me njerëzit e saj. Por neve të krishterët vazhdojmë edhe ecim edhe përballë vuajtjes. Por pse vuajmë ne të krishterët? Pse durojmë ne vuajtjet e krishterët? Pa shpërblim? Jo, kemi një shpërblim shumë të madh. Shpërblimi është trashëgimia me Krishtin në mbretërinë e Zotit. Dhe nuk krahasohen, thot apostulli Pavli, vuajtjet e kësaj jete, çfarë do qofshin ato, edhe ato më sublimet, më të frikshme, të tmerrshme, siç i shikojmë tek martirët, me atë çfarë na pret në qiell, që atë që syri nuk e pa, veshi nuk i dëgjoi dhe në zemrën e njeriu nuk hyn. Ato ka ruajtur Perëndia për neve. Prandaj duroni martirët, duroni sepse shikoni shpërblimin. Prandaj dhe Krishti duroi në kryq sepse shikonte shpërblimin. Të dashur të krishterë, do ta mbyll me një mrekulli, me një ngjarje. Shën Pajisa Gjuriti në malin e shenjtë pati një vizion nga Shën Efimia, një martire e madhe. Edhe mbas bisedës që bëri Shën Pajisi me Shën Efimin, Shën Efimia i tregoi gjithë martirizimin e saj. Kur ajo fliste, Shën Pajisi dridhet, sepse shikonte një vajzë të brisht, dhe si ishte mundur ajo që të kishte duruar gjithë ato tortura, që dhe një burr i fort nuk i duronte. Edhe i thot Shën Pajisi, si i durove shenjtoria ime? Shën Efimia ju përgjigj, me hirin e Zotit, me një lutje të vazhdueshme, por dëgjo atë. Në qoftë se unë do ta dija shumë mirë se çfarë më priste në qiell, atë lavdin që kanë martirët, do t'i thosha xhelatëve kur mos pushoni së më torturuari. Prandaj, edhe kur kemi një vuajtje që i lejon Perëndia, që i pranojmë vetë, mos mendoni se na ka braktisur Zoti. Përkundrazi, në ato vuajtje Zoti po përgatit shpërblimin, po përgatit kurorat, të cilat janë të pavyshkura, dhe një gëzim që nuk kuptohet, dhe një gëzim që nuk mund të krahasohet me vuajtjet e kësaj jete. Amin.